Shikues të nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok kur do ndalemi tek 3 zhvillime të rëndësishme për ditën e sotme që lidhen me gjeopolitikën. Do të flasim për disa letër njoftime të cilat janë shfaqur në kryeqytetin iranian Teheran për kontrata të leverditshme për persona që duan t'i bashkohen dhe fushatës së luftës së Rusisë në Ukrainë. Ndërkaq do të ndalemi tek presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka deklaruar se Ukraina është e gatshme të hyjë në proces elektoral, por theksoi më tej se organizimi i zgjedhjeve në kushtet aktuale të luftës mbetet i pamundur dhe ndërkohë pa mbështetje financiare dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dhe në fund do ndalemi te kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara më datën 28 dhjetor, ku një ditë më vonë pritet të zhvillojë një takim të nivelit të lartë me presidentin amerikan Donald Trump. Ne ndjekim insertin dhe pas rikthehemi me të ftuarit. Pletushka janë shfaqur në kryeqytetin iranian Teheran për kontrata të leverditshme për burra që duan të bashkohen fushatës së luftës së Rusisë në Ukrainë. Ambasada e Rusisë në Teheran ka thënë se reklamat të cilat u ofrojnë burrave iranian të moshës 18 deri në 45 vjeçare, shpërblim deri në $20,000 për të regjistruar dhe më pas pagë mujore rreth $2,000 janë të rrejshme, derisa vërtetësia e fletushkave është kundërshtuar nga Moska. Dihet se Rusia ka përdorur rrjete të errta për të rekrutuar mira të huaj për të luftuar për të në Ukrainë, përfshirë nga lindja e mesme, Azia Qendrore dhe Kuba. Radio Federate, Radio Evropa e Lirë, i telefonit të aplikacionit WhatsApp numrit të dhënë reklamat e shfaqura. Personi i pa identifikuar që u përgjigj tha se fletushkat ishin pjesë e një fushate zyrtare rekrutimi nga Rusia dhe pretendoi pa dhënë dëshmi se ajo ishte e bashkërenduar me autoritetet iraniane. Fletushkat janë shfaqur në Teheran ditët e fundit. Reklamat thonë se Ministria e Mbrojtjes së Rusisë po rekruton njerëz për role të ndryshme, përfshirë ushtar, operator dronësh dhe shofer. Mirë, kemi dikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar Elianos Kasa. Elianos, përshëndes. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Elianos, e nisim me insertin që dëgjuam së bashku. Pra këto letër njoftime që kanë dalë në Teheran ofrojnë shpërblime të mëdha dhe role të ndryshme në Ukrainë, duke pretenduar se janë pjesë e një fushate zyrtare rekrutimi nga Rusia, megjithëse ambasada ruse në Teheran e ka mohuar këtë duke i cilësuar këto letër njoftime si të rreme. Pyetja është se sa e besueshme është kjo fushatë rekrutimi dhe pse ambasada ruse nga njëra anë po e mohon atë? Atëherë fillimisht këto 2-3 ditë e fundit ka dalë, siç u thave në kronikën tuaj, lajmi se në kryeqytetin iranian në Teheran janë shfaqur disa fletushka rekrutimi ose thirrje rekrutimi për të qenë pjesë ata ashtu quajtur operacioni special ushtarak rus në Ukrainë, siç quhet nga qeveria ruse. Pagesat kanë qenë, siç edhe u tha, maksimalja $20,000 në tërësinë e saj, por me pagesa mujore që shkojnë nga $2,000 deri në $2,800. Pra një shumë relativisht e madhe në konditat e Iranit ose në ato të Federatës Ruse. Pasi sot Rusia është nga vendet që paguan më shumë për personel ushtarak aktiv që participon në operacionet ushtarake në Ukrainë. Sigurisht ambasada ruse në Teheran e ka mohuar një gjë të tillë. Ministria e Jashtme e Punëve të Federatës Ruse e ka mohuar një gjë të tillë. Në këtë pikë ka një lloj kontradikte pasi është thënë që po bëhet një lloj rekrutimi, po merre shtetas të huaj të tjerë, po tek e fundit edhe Ukraina po e bën këtë gjë, po rekrutoi shtetas të huaj. Ne dimë që Rusia deri tani ka kapur disa 10 shtetas britanik, kryesisht ose të vendeve si Amerika Latine të tjerë që kontribuojnë edhe po luftojnë në Ukrainë me ose pa pagesë, pa përmendur edhe personel të NATO-s që ndihmon në anën logjistike. Flasim norvegjez, britanik sërish, kanadez dhe të tjerë. Që nuk është diçka jashtëzakonshme nëse njerëz kanë dëshirë të participojnë në të. Sigurisht nuk ka pasur një deklaratë zyrtare që të thotë që ne po zhvillojmë një rekrutimi, mund të ketë participim në formë mercenarësh, pra njerëz që luftojnë në fronte të ndryshme të botës, në luftra të ndryshme për arsye monetare. Gjithsesi, nuk është diçka jashtëzakonshme nëse ekziston dhe një kontratë e tillë ose një marrëveshje e tillë ndër dy qeverive, pasi ne dimë që në vitin 2024 u nënshkrua traktati ose marrëveshja e
ndihmës dhe reciprocitetit strategjik midis Federatës Ruse dhe Republikës Demokratike Popullore të Koresë, ose Koresë Veriut që ne e quajmë. Dhe sot në Evropë ne kemi gati 15-18.000 ushtarë koreanë jo që luftojnë. Me thënë, unë e kam thënë një emision me kolegun tuaj që nga kufiri i Kurskut, ku janë ushtarët koreanë verior deri në kufirin polak, ku unë studioj, është diku të 5 orë me makinë. Pra nuk është diçka e zakonshme. Ne kemi koreanë verior 5 orë larg nga Polonia, dhe njëkohësisht ata participojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe Korea e Veriut e ka pranuar këtë gjë. Kështu që nëse Irani është i përfshirë apo jo, kjo nuk është akoma e njohur, ose e ditur, ambasada ruse e ka mohuar totalisht dhe prova nuk ka, veç dëshmisë personit në fjalë që ju thatë, që ka dhënë, që kronika juaj tregoi që ka dhënë një lloj dëshmie që unë po participoj, po që një person i vetëm nuk mund të merret përbazë për gjithë gjën. Përderisa si provë materiale nuk ekziston. E marrim të mirë qenë pra të gjithë të rekrutim. Si mund të ndikojë kjo situatë në marrëdhëniet midis Iranit, SBA-s dhe Bashkimit Evropian? Marrëdhëniet midis Iranit dhe SBA-s dhe Iranit dhe Bashkimit Evropian nuk është se janë në një shkallë le ta quajmë normale aktualisht, ose në një fazë që mund të quhet e mirë, ose aq më pak fantastike, që mund të impaktojë në mënyrë drastike nga kjo gjë. Reagimi nuk duket se ka për të qenë diçka jashtëzakonshme, pasi siç e thash, Korea e Veriut vetëm participon haptazi në këtë operacion ushtarak të Rusisë, ka dërguar trupa, ka dërguar artilleri, me thënë miliona raketa që sot po përdoren për të bombarduar formacionet ukrainase. Nuk është se ka pasur reagim në kushtetin se çfarë, nëse do ta quajmë në këtë lloj mënyre. Thjesht është kritikuar, është shkruar një shtet sponsor i luftës së Rusisë, kaq. Ndërsa për Iranin, nuk duket se ka për të qenë një gjë jashtëzakonshme sërish, pasi ne dimë që Irani ka participuar edhe në suportin e ushtrisë ose të formacioneve të ushtrisë Iranit ish presidenti Bashar al-Assad, dhe asgjë nuk ndodhi. U vu disa sanksione, u bë një kritikazh, u thashë ne do të vijojmë sërishmi të bëjmë një intervencionim nëse do të jetë nevojshëm në Irak, po asgjë nuk ndodhi. Bashar al-Assad u përmbyes dhe situata nga ngele e njëjta. E ta njëjtë edhe gjatë luftës ose pushtimit amerikan të Irakut, ku Irani u kërcënua që nuk duhet ta ndihmonte, nuk duhet të participonte të tjerë. Dhe ndonë se Irani kishte dorë në marrëdhënie disi kontradiktore me Saddam Huseinit, pavarësisht kësaj nuk pati ndonjë reagim të madh. Ai thjesht u sanksionua, u kritikua publikisht, u kërcënua publikisht, në asgjë tjetër. Kështu që mund të themi që Irani është shumë shtet i madh. Ka një ushtri fort moderne dhe nuk është një vend me të cilin mund të flitet e njëjta gjuhë siç u fol me Sirinë, me Irakun ose me Bielorusi, që ne do përdorim sanksione, ne do të përdorim gjithçka kundrejt teje. E qartë. Mirë, Elçano, kalojmë tek një tjetër çështje ku presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka deklaruar, ashtu si thash në fillim, se Ukraina është e gatshme të hyjë tashmë në proces elektoral, por ka theksuar se organizimi i këtyre zgjedhjeve në kushtet aktuale të luftës mbetet i pamundur, pra pa mbështetje financiare dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian. Si mund të ndikojë e gjithë kjo mbështetje financiare dhe logjistike e SBA-s edhe Bashkimit Evropian në mundësinë e zhvillimit të zgjedhjeve në Ukrainë? Pra, duhet të bëjmë diçka të qartë në këtë pikë. Ukraina nuk është më një shtet sovran. Vetë shumë lidhje evropian, nga kryeministri Orban, kryeministri Robert Fico e të tjerë, e kanë vënë të në dukje. Pasi një pjesë e madhe e buxhetit të Ukrainës sot paguhet nga Bashkimi Evropian, nga kredite evropiane, nga ndihmat evropiane, ato amerikane deri në 2025 e të tjerë. Janë dhënë me miliarda, me qindra miliarda dollar amerikan për të arritur që Ukraina të jetë këtu ku është sot. Në kontekstin e bisedimeve, ose se si ndihma evropiane do të minimizohet. Pala ruse ka theksuar që ata duan të ulen me një president legjitim. Pasi, siç e dim, presidenti Zelenski nuk është më legjitim në bazë kushtetuese. Ai është në pushtet vetëm nga gjendja e jashtëzakonshme e luftës.
Dhe shqetësimi i palës ruse është që nëse ne bëjmë dialog, nëse ne bëjmë marrëveshje me një këtë person, dhe ky person nesër del jo legjitim, dhe një president i ri vinë në pushtet, atëherë nuk do të ishte jashtëzakonshëm të dëgjoni presidentin e thoshte unë nuk ju asnjë marrëveshje, pasi është bërë me një person jo legjitim në bazë kushtetuese të tjerë të tjerë. Rusët nuk duan të përsërisin ditë gabim se në 2014 me Poroshenkon, i cili ishte në pushtet, më pas doli nga presidenti Janakovic në 2014, dhe i cili ishte në pushtet dhe u quaj jo legjitim pasi kur Poroshenko erdhi në pushtet pas tij në 2014-2015, do thashë ai kishte vjedhur zgjedhjen. Dhe asnjë marrëveshje me Rusinë nuk u quajt e vlefshme. Ata nuk e kërkojnë këtë gjë. Dhe kjo gjë po impakton në bisedimet, të cilat janë të lidhura rrjedhimisht edhe me suportin e BE-s, pasi BE-a ka vuajtur shumë nga ky suport. Jo vetëm me tarifat e larta të energjisë, të gazit, me të cilat sot industria gjermane, lokomotiva e Evropës ka pasur një regresion të jashtëzakonshëm. Shumë biznesë të vogla kanë qenë dhe janë duke u mbyllur në Gjermani. Në Gjermania, e cila supozohet që ka pasur rritje më të madhe në Evropë, sot ka rritje deri para një viti negative, jo pozitive, ka qenë me minus. Dhe rritja e Gjermanisë është e sharaka kur e krahason me atë që ka qenë deri para 2021. Të gjitha këto duke se po ushtrojnë presion mbi presidentin Zelenski, në të cilin duhet bërë dhe që Ukraina po humbet, siç edhe presidenti Trump e ka thënë së fundmi. Nuk ka shans fitoria në betejë. Ata janë gjithmonë në tërheqje, po humbasi gjithmonë më shumë, trupat po humbasi më shumë. Dhe me hapjen e kufirit së fundit që rinia nga 18 deri në 21-22 vjeç mund të largohet, mund të vitë të vizitojë familjarët, vetëm në 2 javë kanë ikur mbi 100.000 të rinj. Flasim djem të rinj, të cilët mund të jenë personel aktiv në frontin e Ukrainës, ndërsa pa përmendur që janë 300-400.000 rezervistë, të cilët janë larguar nga Ukraina, që nga 2022 ka filluar konflikti, ilegalisht dhe legalisht. Pasi edhe në Poloni kanë ardhur shumë të rinj ukrainas në mënyrë ilegale, nga Moldavia dhe të tjerë. Gjitha këto po ushtrojnë presionin e tyre mbi presidentin Zelenski, i cili duhet theksuar që ka një presion shumë të madh nga pala e brendshme të qeverisë së tij, pasi një pjesë e madhe e kabinetit të presidentit Zelenski është ultranacionaliste, ata vijojnë akoma me atë mentalitetin të luftojnë deri në fund, dhe tu është edhe frika e evropianëve në kontekstin e suportit, që nëse ne mund ta ndërpresim suportin, nëse ne mund të le të quajmë do ta theksojmë dhe ne presionin që okay, duhet dorëzohesh etj, nuk do ishte jashtëzakonshëm të shikojmë dhe një kup ose një kryengritje, një lloj arrestimi të tij ose një eliminim të tij dhe hajde në një personi që nuk do të kërkonte fare dialog, do të krijonte akoma një politikë shumë të ashpër lufte. Qartë. Ndërsa sa për suportin e amerikanëve, ne dimë që Amerika, përveç se ka qenë nga suplimuesit më të mëdhenj me armatime dhe vijon të jetë, nëpërmjet skemës që Evropa blen sot armë amerikane për t'ia dhënë ukrainasve, ne kemi njëkohësisht edhe faktin që një person i vetëm, qytetari i Shtetit Bashkuar, Elon Musk, ka programin ose satelitin Starlink, i cili është baza kryesore e operacioneve ukrainase për kundër ofensivat, kundër operacioneve ushtarake ruse, në bazë të logjistikës dhe materialeve që Starlinku jep. Por ne dimë që kur Starlinku ndërprer vetëm për diskute 2 javë pas konfliktit kur presidenti Trump erdhi në Shtëpinë e Bardhë, gjë katastrofale për ushtrinë ukrainase. Kështu që nëse Evropa ka parat, mund të themi, Amerika ka logjistika. Dhe nëse të dyja këto, njëra nga këto palë do të ndërpritet, pasi Evropa nuk mund të mundsojë logjistikën e Starlinkut akoma ende, gjëra ka për të qenë katastrofale në kontekstin që do të shikojmë një shpërbërje totale të frontit të Ukrainës, siç ndodhi po plotëse 2 javë kur Starlinku ndërprer. Por që dialogu ende vijon, duhet të theksojmë që presidenti Trump ka dhënë planin e ri me 27-28 pika, i cili është realizueshëm këtë plan, Elisiano? Po, është dakordsuar në një farë mënyre nga pala ukrainase me disa plus minus, dhe pala ruse duket se ka dhënë dritën e jeshile që deri në farë pika ata e pranojnë, dhe janë të kënaqur me shumicën e tij, pra faktin që NATO do të ketë një nen të ri, i cili ndalon ekspansionin në Ukrainë veçanërisht dhe në hapësirën që quhet kordoni sanitar i Rusisë, pra Bielorusi, Kaukaz, Ukrainë dhe qendra të tjera. Ukraina nuk ka përqen pjesë e NATO, zyrtarisht ato do të bëjnë deklaratë oficiale që për të mos qenë pjesë e NATO-s.
do të ketë një lloj marrëveshje për një integrim të ngadaltë të Rusisë në G8-ën ose kristalën që ka qenë që është sot, por që G8-a ka qenë një herë në kohë. Do futet sërish në marrëveshjet që kanë qenë midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian dhe Amerikës, do hyjnë sërish në fuqi. E tjerë gjatë këtij lloji. Për Ukrainën do të jetë thjesht mbajtja e zgjedhjeve pas 100 ditësh, pas vënies së pushimit ishte, dhe shpallja një qeverie të re të zgjedhur nga populli ukrainas, e cila do të njihet nga komuniteti ndërkombëtar dhe e cila do të ketë të drejtën e mandatit për të nënshkruar marrëveshjen e paqes të tjera traktate me Rusinë. Do të gjitha duket po. E gjithë ky presion që po ndodh tashmë mbi Ukrainën, por ndërkaq edhe kërkesa e partnerëve perëndimor në vendimin e Zelenskit për të organizuar këto zgjedhje, si do të ndikojë? Le të themi që veçanërisht në kontekstin e policisë të tjerë shumë njerëz duan paqe. Dhe janë të lodhur nga lufta. 3 vite luftë nuk u arrit asgjë. Thjesht Evropa po militarizohet, ekonomia evropiane ka marrë një dëm të jashtëzakonshëm, ndërsa Ukraina ne e dim nuk ka nevojë që të hyjmë shumë thellë se si është Ukraina sot, çfarë ndodhi për 3 vite. Dhe si po vijojnë akoma më keq gjendje. Edhe vetë ukrainasit janë të lodhur. Në bazë të statistikave dhe shumë parashis ata mund të jenë patriotë, thonë që nuk i dilet këtij muhabeti. Kjo gjë nuk ka rrugë. Dhe presioni ka marrë formë konkrete, pasi ne dimë që presidenti Trump ka lënë kohë deri për Krishtlindje, që presidenti Zelenski o të pranojë planin e paqes, ose Amerikanët do dalin jashtë, pasi Amerika vetë ka më shumë interes në Rusi se sa ka me Ukrainë. Ukraina thjesht po merr parat edhe armët që po shiten në një grad më të ulët dhe po bien nga evropianët. Gjithsesi, ne dimë që presidenti Trump ka bërë të qartë planin me publikimin e strategjisë së re të sigurisë amerikane, që e shikon Rusin si një partner dhe jo më si një kërcënim siç e shikonte administrata e shkuar. Dhe ai ka bërë të qartë që kërkon në çdo mënyrë ta shkëputësë Rusin nga Kina, pasi nuk është Rusia sot kërcënimi kundër SBA-s, është Kina. Kina është sot ekonomia më e madhe në botë, ka ushtrim më të madh në botë dhe dje shërbimi i inteligjencës amerikane ka pranuar zyrtarisht që në rast lufte me Taiwanin, Kina ka një arsenal të modern i cili mund të shkatërrojë aeroplan mbajtësit amerikane dhe mund të paralizojë totalisht flotën e paqësorit. Me thënë, në një situatë të tillë nuk besoj që atyre u intereson shumë të vijojnë nëse presidenti Zelenski ka dëshirë për zgjedhje apo jo, e ka bërë të qartë. Nëse kjo nuk pranohet deri datë 25 dhjetor, pra për Krishtlindje, atë ne jemi jashtë. Dhe nëse amerikanët dalin jashtë, Starlinku mbyllet, ne dimë se kanë për të shkuar situata. Dhe evropianët duket se kanë kuptuar këtë gjë, e kanë kuptuar që kjo nuk mund të vijojë më. Dhe ndose në Evropë perëndimore kryesisht, as në Britani, Francë vijon akoma kjo trupentimi kësaj propagandë të luftës që në 2027, 2028, 2035, 2045 do kemi luftë. Asgjë nuk po duket e vërtetë, thjesht po mundohet të blihet kohë dhe një justifikim për të vijuar suportin e Ukrainës. Që gjithsesi është pranuar që nuk do të vazhdojë për gjatë, pasi dhe evropianët në vetë artikuj kryesor kanë treguar në shumë gazeta perëndimore. Franca e para ka thënë që do të gjejë një zgjidhje për asetet ruse, e cila nuk ka ndërmend që t'i likuidojë ose t'i marrë për t'ia dhënë Ukrainës. Belgjika gjithashtu e ka bërë të qartë. Dhe pa anët financiare, pasi BEA nuk ka më mundësi financiare që të promovojë kaq fort siç ka promovuar deri tani më, ne dimë që ka përqen rezultati. Kështu që nëse ata nuk po e thonë direkt, në mënyrë indirekte po e bëjnë të qartë. Hungaria është kundër, Slovakia është kundër, Slovenia është kundër. Slovenia do dilte nga NATO-a, nëse NATO do të shkonte në një konflikt me Rusinë. Ata e bën të qartë në parlament që do të bëjnë një referendum për të dalë nga NATO. Belgjika nuk pranon marrjen e fondeve, Franca gjithashtu nuk pranon marrjen e fondeve. Pra situata duket se si po shkon. Qartë, mirë. Për të kaluar tek një tjetër çështje, ndjekim insert dhe rikthehemi Elsiana. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara më 28 dhjetor, ku një ditë më vonë pritet të zhvillojë një takim të nivelit të lartë me presidentin amerikan Donald Trump në resortin e njohur Mar-a-Lago në Miami. Lajmi është konfirmuar nga zyra e kryeministrit izraelit, e cila ka bërë të ditur se gjatë vizitës Netanyahu do të ketë takime të veçanta me këshilltarët kryesor të Trump, ndërsa fokusi kryesor i bisedimeve pritet të jetë situata e tensionuar në lindjen e mesme, veçanërisht në rripin e Gazës. Udhëtimi shnon vizitën e dytë radhazit të Netanyahut në SBA brenda një periudhe të shkurtër, duke reflektuar rëndësinë strategjike të koordinimit me administratën e re amerikane. Sipas njoftimit zyrtar, kryeministri izraeli do të rikthehet në Izrael më 1 janar, duke mbërritur në vendin e tij një ditë më vonë.
Një detaj që ka tërhequr vëmendje është fakti se Netanyahu ka vendosur që të mos marrë gazetarë në aeroplanin e tij qeveritar, pavarësisht se avioni është i pajisur me një seksion të veçantë për media. Ky vendim është interpretuar nga analistët si një përpjekje për të shmangur presionin e pyetjeve të drejtë për drejta në një moment kur situata politike brenda Izraelit mbetet e nxehtë, si në aspektin diplomatik ashtu edhe në atë të sigurisë. Mirë, Elçano, cili do të jetë rëndësia strategjike e këtij takimi mes Netanyahut dhe Trump në këtë moment të tensionuar? Atëherë, siç u tha edhe në korekën tuaj, në datën 28 dhjetor, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, një figurë fort kontradiktore e ditëve të fundit, sidomos në arenën politike, do të zhvillojë vizitën e tij të dytë në SBA pas arjes të fushet të presidentit Trump, në kontekstin e një situate kaotike gjeopolitike, ku duhet të theksojmë se Izraeli është në pozicionin diplomatik më të keq të mundshëm, dhe kjo nuk është për shkak edhe të asaj çfarë ata po kryejnë. Sot veçanërisht në Evropë dhe në çështjet akademike dhe në ato popullore, është e pranuar zyrtarisht që Izraeli është duke kryer genocid të hapur në Palestinë, me bombardimin e spitaleve, vrasjen e fëmijëve, vrasjen e civilëve. Siç e dim, 2-3 ditë më parë, ishte incidenti që ushtria izraelite filloi të godiste civilë në rrugë, pa uniforme, pa gjë. Është diçka, ndërsa kryesisht vëmendja evropianëve ka qenë në të mira dhe të keqe fokusuar në Ukrainë, duhet të themi që Ukraina dhe Rusia kanë ushtri të barabarta me njëra tjetrën. Ukraina sot është në dispozicion të teknologjisë më moderne, evropiane, të armatimeve dhe asaj amerikane, njësoj si Rusia ka të sajnë, ndërsa Palestina është duke luftuar me Kalashnikov dhe raketa të kohës Bashkimit Sovjetik, nëse mund t'i quajmë kështu. Kështu që to masakra, ato masakra duhet të quajmë. Ky genocid i hapur duket se ka shkaktuar edhe atë që ne mund ta quajmë dhe një lloj përplasje midis brenda shoqërisë izraelite, kur ne dim që në Izrael kanë qenë shumë protesta antiqeveritare, të kohëve të fundit. Rinia kryesisht është totalisht kundër politikave të Benjamin Netanyahut, që janë ultranacionaliste, ekspansioniste, dhe deri diku është quajtur në mediat evropiane të tjerë totalisht naziste. Pavarësisht se ai ishte izraelit, kjo që qeveria Benjamin Netanyahut është duke bërë, është ajo që nazistët bën kundrejt izraelitëve gjatë të sudit botërore. Por njëkohësisht fraksionet kanë filluar edhe brenda parlamentit izraelit, kur ne dim që shumë zëra kritik opozit është nxjerrë jashtë parlamentit me forcë, është detyruar të mos flasi në publike të tjerë. Mediave është presuar për shkak të quajturit ligji luftës, siç parapërqet nga qeveria Benjamin Netanyahut. Dhe njëkohësisht Komiteti Evropian në së fundi është zgjuar, duke ndaluar tregtinë e armëve me Izraelin. Problemi është i Eurovizionit të vit, ku 5 vende nuk kanë për të qenë në pjesë e saj. Spanja, Hollanda, Irlanda, Slovenia, zyrtarisht kanë thënë që do të marrin pjesë, Turqia njëkohësisht nuk ka për të marrë pjesë. Pra diku te 5-6 vende nuk kanë për të qenë pjesë e saj, ndërsa shumë tjera janë duke konsideruar vendimin për të qenë apo jo me Izraelin. Pasi si mund të jesh në një vend ku në cilin e aplikohet sa të dy fishta. Rusia është përjashtuar nga shumë aktivitete sot. Ndërsa Izraeli nuk është. Pse? Sepse ka mbështetjen e SBA-s. Ne duhet të theksuar që veçanërisht ne pam në Kombet e Bashkuara, që të vetë delegacione që ndëjnë ishin amerikanët dhe disa vende të Mikronezisë. Ato janë vetë vende që e mbështesin Izraelin sot. Pra Nuru, Guinea, Papau, një gjë të lloj, SBA-t të tjerë të vende që ka nga një person delegat. Është qartë. Njëkohësisht, kjo vizitë duket se tregon edhe faktin që situata nuk është e fort stabil edhe për kryeministin Benjamin Netanyahu, pasi ne dim që edhe gjatë vizitës së parë kur takojmë presidentin Trump në 2025-ën, ishte kryesisht për presionin e madh që evropianët po ushtrojnë tek ai. Tani ky presion është faktik. Që evropianët janë zgjuar dhe kanë pranuar dhe po njohin shtetin e Palestinës, po pranojnë në zgjedhjen me 2 shtete ose atë që quhet për të qenë 2 shtete përballë njëri tjetrit, Izraeli dhe Palestina. Njëkohësisht,
ky takim duket se po vinë edhe për shkak se amerikanët vetë duke se u përmbasi durimi me qeverinë e Benjamin Netanyahu, pasi ne dimë që Amerika është partneri më i madh i vendeve arabe, ata hoqën sanksionet nga Siria, po munduan të jenë aktiv në linjën e mesme me Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe etj. Për investimet që ato vende bëjnë e kanë SBA dhe SBA ka në to. Nikosisht, SBA si intereson, të paktën presidenti Trump, i cili krenohet me faktin që ka bërë 8 deri në 9 plane paqeje për të vendosur paqe në botë. Flasim në Republikën Demokratike të Kongos, Tajland, Kambodgja, Izrael, Palestinë dhe së fundmi tentativat për të bërë paqe në Ukrainë. Por që duket se situata ka ngelur në të njëjtën pikë, Izraeli nuk po të ishet mbrapa, po vijon të bëj krime lufte dhe krime kundrejt njerëzimit, që janë të njohura edhe nga OKB-ja sot dhe të bllokuara në rezoluta vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që ky takim duket më shumë mbi media, pasi dhe media izraelite ka marrë dhe shumë motivim dhe më tani nuk ka më frikë, pasi situata ka degraduar totalisht, ka dalë nga kontrolli. Ushtria izraelite ka dalë nga kontrolli totalisht. Pavarësisht organizimit që ata kanë të tjerë, kjo është kthyer më shumë si një ushtri mercenare se sa një ushtri kombëtare. Njëkohësisht, në shumë ushtra izraelit kanë kaluar në gjendje depresioni, shoku ose në vetvrasje në Izrael. Dhe nuk është diçka e jashtëzakonshme, pasi është një ushtri e cila ka mbi 4 vite, por në vitin e 5 që po bën vetëm masakre, po bën krime lufte, duke vrarë civil pafajshëm e të tjerë. Dhe kësaj radhe duket se presidenti Trump ka për ta pasur fort të vështirë, do se kjo vizitë ka përqenë më gjatë se e para, dhe ka përqenë për vitin e ri, ka për ta pasur fort të vështirë për ta nxjerrë Benjamin Netanyahu nga kjo situatë kaotike, dhe nga kjo situatë e cila duket totalisht, me thënë ne kuptojmë fundi si ka qenë. Është herë ta bëhon ai duhet të triqet, pasi ai, ashtu si presidenti Zelenski, është pushtet nga ligji i luftës. Ka shkel kushtetutë në shumë aspekte, ka limituar lirinë e mediave, ka kryer krime lufte, dhe ne dimë që gjykata ndërkombëtare ka shpallur një mandat arresti për Benjamin Netanyahu, dhe që shumë vende sot kanë shpallur atë si persona non grata ose nuk e lejojnë të hyjnë në hapësirën e tyre kombëtare. Kur u bë në Poloni vitin e kaluar një komemorim i madh për çlimin e Auschwitzit nga ushtria sovjetike dhe trupat polake, Benjamin Netanyahu supozohet ishte pjesëmarrës, po ai nuk u lejua nga autoritetet polake, pasi qeveria polake tha që neve nuk mund të garantojmë sigurinë tënde dhe ne nuk duam të kemi të bëjmë me një krizë politike për shkak të reputacionit dhe asaj që ju po kryeni në Izrael. Ai nuk erdhi. I vetë një vend që ai ka vizituar në Evropë ka qenë Hungaria e kryeministit Viktor Orban, e cila është një vend neutral, oficialisht, politikisht në anën gjeopolitike, është një vend i cili ka sfiduar deri në limit principet diplomatike të Bashkimit Evropian ose të politikës ndërkombëtare, dhe që dimë që ka bërë shumë takime kontradiktore, si me amerikanët, si me rusët, si me kinezët, si me arabët dhe të tjerë, por veç këtij vendi, ai s'ka bërë vizitë në vende të tjera evropiane. Pasi është e para këto vende kanë treguar që është e jo logjikshme të pranosh një vend i cili po kryen genocid. Po që mbi anën e presidentit Trump, mund të themi që Amerika sot është i vetmja anije e Izraelit për ta nxjerrë nga kjo situatë, edhe vetmja anije për Benjamin Netanyahu për të dalë nga kjo situatë. Por që pavarësisht suportit amerikanë duket se ka pas dhe shpërthime. Ne dimë që kur Izraeli filloi të bënte bombardimet e jashtëligjshme kundrejt Iranit vitin e kaluar, jo, si vjet. Pas presidenti Trump erdhi në zyrë, presidenti Trump përdori një gjuhë shumë të ashpër kundër asaj që Izraeli po bënte. Më duket se edhe presidenti Trump është lodhur në farpike me atë që Izraeli është duke bërë. Dhe se si kjo gjë po arrin po del dhe nga kontrolli amerikanëve dhe që po stër zgjatet. Kështu që mund të kemi edhe një person amerikanë për t'i dhënë fund gjës, pasi paqja u nënshkrua. Tani ngele për të implementuar, por përderisa Izraeli vijon të godasi, duke përdorur si pretekst faktin që Hamasi ka akoma armë, ose që 2 milion civil palestinez janë të gjithë potencialisht terroristë të mundshëm. Kjo është jo logjike.
Se në këtë aspekt do të thotë që do të vjosh bombardimin e gjithë tyre civilëve, të vrasësh 90% të tyre, me këtë logjike që është përmendur në një media polake, të vrasësh 90% të tyre, do thuash në fund që tani dola pasi numrat e mia në disproporcion më të madh se numrat e armikut tim. Kështu do thotë tani të bëjmë paqe. Por kjo nuk ka logjik. Qartë, mirë. Elianos, të falenderoj shumë, ne kemi arritur në fund të këtij programi. Faleminderit për informacionet. Faleminderit për të falenderoj shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, do bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalën tek Teherani ku situata vazhdon të jetë alarmante, ndërsa disa letërnjoftime që ofrojnë kontrata për të bashkuar me luftën ruse tregojnë se sa shumë po përpiqet Moska nga ana tjetër të zgjerojë dhe forcat e saj. Një fenomen që sigurisht ngre edhe pyetje serioze për sigurinë dhe ndikimet ndërkombëtare. Nga Kievi, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi gatishmërinë për të mbajtur zgjedhje, por nënvizoi se kjo do të jetë mundur vetëm me mbështetjen konkrete financiare dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian, një thirrje sigurisht e qartë kjo për solidaritet edhe bashkëpunim për në një kohë kur vendi lufton për stabilitetin. Dhe vëmendja është tek takimi i nivelit të lartë mes Trump dhe Netanyahut, një dialog ky që mund të ndikojë drejt për drejt në fazën e dytë të planit amerikan për Gazën dhe të përcaktojë sigurisht dhe hapat e ardhshëm në lidhjen e mesme. Me kaq përmbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e martë. Deri atëherë, mirupafshim.